am ka pyet dikush a do të jem në kryetare Kuvendit Republikës Kosovës apo i? Ka votet e partisë vetë mas pari. Po na sjena këtu mja plotësu dëshirat e tyre të cilën kandidat me çik. Do të votoni zonin Haxhi. Përzgjedhja e kryeministit të Kuvendit përbëhet prej 3 subjekteve më të mëdha politike në vend, që nuk kupton lëvizja vetëndosë, PDK-ja dhe LDK-ja në këtë rast. Kështu që Kushtetuta ja bën si përgjegjësi të 3 partive politike për me konstitu Kuvendin, pro kryesia përbëhet prej këtyre 3 partive, kështu që vjen obligim mbi 3 partitë për me zgjedhë kryesinë e Kuvendit, me fjalë tjera dhe ata duhet votu për me konstitu. A keni ndryshuar kandidatën në festë parlamentar apo do të jetë për atë? Jo, është e njëjtë kandidat. Çfarë do të bëjmë me partisë të vendore të bashkë po shkën në telenovele gjatë apo ky do të zgjedhë? Po telenovelën përshkaktojnë ata tjerë. Po A ka bëjë akuzoni ju, Po s'mujmë na akuzoni se na e kena propozuar kandidatin. Edhe na e kemi çu dorën për me votu, ata po refuzojnë. Kryesia e Kuvendit përbëhet prej 3 partive më të mëdha. Edhe Kushtetuta thotë Kuvendi konstituohet me rastin e zgjedhjes së kryesisë. E kryesia është lëvizja vetëvendosje PDK-ja LDK-ja. Edhe është më shumë pozitë administrative, pra që e bën administrimin e Kuvendit. Edhe kryetari edhe nën kryetarët kur ai nuk është aty. Kështu që po besoj është një ekip kolegjial edhe kërkon edhe votën kolegjiale, prandaj nëse dikush duhet më akuzu për bllokot, janë ata që po refuzojnë me votu e që vetë janë pjesë e kryesisë. Na që ju pëlqejnë si të përçarse se Po na sjena këtu mja plotësu dëshirat e tyre të cilën kandidat me çik. Ama zotri Basha Bibian që kërkoni vota ata aty në çop kryeministi Vika Çujtajgan në vitën e tyre. Ata është ti po hemen e valtin tjetër se ka edhe ty njerë që kanë mu kandidu në shtanisën në kanë shumë anon. Kemi votuar ata. Jo vesh në ustash asnjë sen. Te punë se tem, po ajo s'është tema. Tema është konstituimi i Kuvendit, edhe ata janë pjesë. Jo, se aty në ju duhet se ata janë pjesë e këtij kolegji. Ata janë pjesë e kryesisë së Kuvendit. Gjithatë. Qysh me gjithatë? Ata janë pjesë e kryesisë, po ata vetë janë pjesë e kësajna. Nëse s'dojnë ata janë të blloku, edhe ata duhet të morfojnë edhe përgjegjësinë për këtë. Faleminderit. Ta keni konsultativ, mos e besoj që e keni. A do të keni sot numrat? Se cilat do të jenë qëndrimet e opozitës, ne vazhdojmë të bëjmë qëndrimin e njëjtë. Faleminderit. Ne e kemi propozimin tonë për kandidatet e kryetares së Kuvendit Republikës Kosovës. Zonja Albulina Haxhiu është njëra ndër gratë jo vetëm të votuara në vendin tonë, për të cilën domethënë ka dhënë besimin popullit, por të njëjtën kohë është një grua që ka përvojë të gjatë jo vetëm si ministre, por edhe si deputete e Kuvendit Republikës Kosovës, ka qenë udhëheqëse edhe komisioneve shumë të rëndësishme, kështu që nëse dikush me të vërtet e meriton dhe ka mbështetjen e gjithë secilit prej neve në këtë drejtim, është Albulina Haxhiu. Nuk mundet individ apo grup individësh nga subjekte tjera politike me determinu atë ose personin të cilin ne e kemi si propozim, për të cilin besojmë në të. Të njëjtën kohë pse duhet të propozojnë emra të tjerë, di që është përmend emri im, po në fakt am ka pyet dikush a do të jem në kryetare Kuvendit Republikës Kosovës apo i. Pse jo ja për e marrin në fakt atë drejt të bëjnë propozime të tilla. Siç e thash, ne e përkrojmë zonjën Haxhiu për shkak që mendoj që nëse është dikush që me të vërtet i del zot kësaj detyre është. Po do doni ju të bëni kryeparlamentare, sepse përmendet përvojën, ju e keni përvojën si nënfletare. Nuk do të thotë që vetëm që unë kam përvojën, siç e thash, Albulina Haxhiu ka përvojë shumë më gjatë brenda Parlamentit Republikës Kosovës, të pak që sa ka mund të pak rëndësi po ajo. Pse duhet jem unë ju Albulina Haxhiu? Unë këto nuk e kam të kjonë. Po e shumë për çfarë? Nuk jam të refuzu, po nuk mundem une, unë nuk jam të refuzu. Ne e kemi propozimin tonë si lëvizje vetëvendosje për zonjën Albulina Haxhiu, të cilën e përkrojmë që të gjithë fuqishëm pranë subjektit tonë politik, dhe nuk mundet një subjekt apo subjekte tjera politike ta determinojnë se kë e kemi ne kryetar apo kryetare të Kuvendit Republikës Kosovës, e cila është e garantuar me kushtetutë e ligjit tona. Është shumë e thjeshtë. Ti jam riuj, a të diskutuar s'ka rëndësi hiç, më kupton. Është edhe titra unë tash jo prej opozitës. Për çfarë atë? Nuk pse për çfarë? Pse ka qenë e zëshme, pse nuk është zbrap skurr, ka qenë e fuqishme në bindjet e saj, pse kur vjen puna te një gru kur është e zëshme të qenë ka përqarse,
Se nuk është diskursi i njëjtë atëherë në raport me burrat. Është shumë e thjeshtë. E kemi mundësinë e artë ta kemi një kryetare të Kuvendit Republikës Kosovës edhe një grua që me të vërtet besoj shumë në përfaqësimin më të mirë të mundshëm që mundemi me pas brenda vendit tonë. Do të kemi zgjidhje të ngërësit. Sa ata ti propozojnë Për juve? ata. Mendimi ju? Do të kemi zgjidhje të ngërësit sot. Shiqo, njëjtë sikur zgjedhja e këtë rast kryetares së Parlamentit të Republikës Kosovës, i kemi edhe nën kryetarët. Kjo i bie, si të them edhe ne, po jo, ne po dojmë që ky person duhet me qenë prej subjektit tonë politik nën kryetari i kuvendit. Është njëjta qasje. A dojmë me kriju që atë lloj presidente? Është e pa kuptim, s'ka asnjë kuptim do. Është shumë e thjeshtë. Votohet kryetaria e Kuvendit të Republikës Kosovës, votohen nën kryetar, ecim tutje, masandej kemi procesin për formimin e çfarë. Ka kemi u pasur shpirë shtat. Zhvilluat teksin Zarabat Vynta, sigurisht që do të shkojnë Partia Demokratike e Kosovës dhe po besojmë qytetarët e Republikës Kosovës bëresin në zhvillimin e gjendjes së krijuar në Kuvendin e Republikës Kosovës si pasojë e pavarësisë lëvizjes vetëvendosje për të krijuar qeverisën. Fatkeqësisht to janë shqetësime vetëm tonat e shqetësimet e qytetarëve janë çmimet e larta, energjia elektrike. Do ta votoni zonën Axhir? Jo, A keni marrë shpinë si të ta kemë? jo vetëm aktiv. Mundre me nga tregu si kam me votit sot Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në qoftë se propozohesh për të të një Axhir. Një si në akademik. Po, shumë A keni marrë një ftesë për ta kemë, nëse ne a kemi shtu ndonjë situatë që kemi të kemë për asaj. dhe risot jo. Na kërbonë dhe që ka në vëdësjeri për problemin, nëse ato që vajza që prej krasë të tjenë, sigurisht do vetën. Nuk ka votet e kuvendit, nuk ka votet e partisë vetë mas pari. Prandaj nuk kene nevojë ta votojmë na. Ta votojnë ata të vetë një herë. Na do ta votojmë kryetarin që është konsensuar. Që është bashkëpunus, është mirë kuptues, që është ndër i kuvendit. Po kush pas juve një emër ai keni që dosha do ta votoni? Përveç Donikës, Albalinës, tjerë janë gjithë mirë pritën. Faleminderit.